Vallojnë erdhë koha pasulit. Hajde bojmë pasul bashk, ose grosh, në mënyrën që unë e bëj. Pasulin e lojmë, mirë. Me ujë e lojna me nej gjatë natës. Arsyeja pse e lojna me nej gjatë natës në ujë është se nesërmën zihet shumë ma shpejt. Nesërmën e zim pasulin me një kock me shihet viçit. Vazhdojna me kepë dhe hudër, edhe shkojmë. Jo më çfarë s'di ashtu, veç pivoj gati për blender. Fortere qesim vaj ulliri, kepën me hudër dhe i përzim. Mas ne i shtojmë një kock me shihet viçit, biber të kuq, biber të zi, pak dhe kep, 3 atë fata, i përzim edhe i lojmë me ufërgu. Edhe na duhet suxhuk. Njerëz mos u nxeni, pasulin nuk doni me qit me suxhuk, muni me qit me mish. Unë për veti kam qef me suxhuk se ja jep atë shijen e rresht. Kështu që kjo është veç unë që qes pasulin, nuk doni me qit njëjt, s'ka problem. Dhe një me ai thoni pasula grosh. E shtojmë suxhukun, e përzim edhe e lojmë me ufërgu. Si zakonisht sane që i kena përdori pastrojna, jo me bë kuzhinën dhug. Kur është fërgu boll, na thojna kur o djeg biberi. Oh, i vjenera e mirë. Ja shtojmë do ujtë pasulit, njët qështu. I shtypim do kokrat pasulit për me trash masën. Edhe e qesim krejt e pasulit. E përzim edhe e lajmë u zirët 15 minuta. Edhe pasuli është gati. Edhe sen tjetër zvyn. Pak buk, pak djath, pak salat, edhe u kry. Tepër u boj mirë, edhe e ka tamam atë shijen që shkam qefone për si resht për shkak të suxhukut. Nëse ju pëlqen që si mënyrë mundi me bosion. E tash për ju përshëndes se do na me vazhdu me hongër. E deri herën tjetër, bye!